Wann geht's denn zurück? Du kommst ja kaum noch durch die Stadt durch. Atëherë, ju lutem, zonja, mundet që të fillojmë? Ka duhet që ta mbyllim derën edhe të fillojmë. Përpara se ta nisim zyrtarisht këtë konferencë, unë kam një kërkesë nga mikesha ime Jacqueline. Ajo është kryetare forumit të grave të partisë Simotor, VRMO DPMNE në Maqedoni. Ka kërkuar, po ja jap fjalën pra Jacqueline-s për një kërkesë të saj. You can come there. Faleminderit Albana. Dhe po filloj të kuptoj tashmë gjuhën shqipe. Mirëmëngjesi të gjithëve, të nderuar pjesëmarrës të konferencës ndërkombëtare në këtë kohë të zisë për Maqedoninë e Veriut. Ju bëj thirrje për të bërë një mbështetje për viktimat e Koçanit në 16 marsit. Duhet të shpreh edhe qëndrimin tim për mbështetjen dhe solidaritetin për të gjithë vendet evropiane për të shpëtuar jetët e të rinjve. Ju lutem për 1 minutë, nëse mund të mbajmë 1 minutë heshtje për viktimat. God bless. Zoti i bekoft dhe faleminderit për mbështetjen dhe solidaritetin tuaj. E dashur Rosalia, presidente e forumit të grave të PPS, e dashur mikja ime, por jo vetëm, mike e gjithë shqiptarëve, Doris Pak, presidente nderi e forumit të grave të Partisë Popullore Europiane, e nderuar zonja Maria Gabriel, aktualisht presidente e Fondacionit Robert Schuman Institute, por edhe komisionere në 2 terme, si dhe ish zëvendës kryeministre dhe ministre e jashtme e Bullgarisë, i nderuar zoti Kunze, drejtues i KAS në Shqipëri dhe sigurisht dua që dhe në emrin tuaj të falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili asnjëherë nuk mungon në asnjë aktivitet të grave, të organizuar nga forumi i grave të Partisë Demokratike, pra Lidhja Demokratike, dhe mund të mbështetësi më i madh i promovimit të grave në Partinë Demokratike. Faleminderit shumë, doktor, që keni ardhur. Me atë rast dua të falenderoj bordin ekzekutiv të forumit të grave të Partisë Popullore Europiane, i cili gjeti kohë për të ardhur në Shqipëri
në këtë periudhë kaq të vështirë dhe në një periudhë para zgjedhore. Gjej rastin të falenderoj Valburgën, e cila është zëvendës presidente e EPP Women, Rian, e cila ka bërë të mundur edhe mbështetjen e këtij aktiviteti, Ria Omen, që është trezoriere e EPP Women, Pavlina Hajmen, e cila është policy advisor e EPP-s, Hildi van der Strik, sekretare e përgjithshme e EPP Women, dhe kemi edhe Mikesha nga Kosova, Jehona Lushaku, e cila është presidente e Forumit Grave të LDK-s, Jacqueline Pesheva, është presidente e Forumit Grave të VMRO DPMNE në Maqedoni, Lidia Petskoska gjithashtu është zëvendës presidente, kemi politikanën e mirënjohur dhe Mikeshën time, por Mikeshën e të gjithë demokratëve në Shqipëri, zonjën Edita Tahiri, faleminderit për mbështetjen. Por do kemi edhe dy zonja të tjera të cilat do na bashkohen në panele, është zonja Sonja Biserko, që është një aktiviste serbe, një nga aktivistet më të mëdhaja për human rights në Serbi, dhe MC Anders, e cila është senior advisor dhe ka qenë edhe këshilltare e ish-presidentit Bush. Kam kënaqësinë pra që sot të jemi të gjitha së bashku për të çuar përpara një objektivin ton të përbashkët, fuqizimin e grave. Është hera parë që një forum politik i lartë si bordi erdhi këtu për ta bërë Shqipërinë një Evropë të vogël. Pra, kjo është Evropa, këtu duam të shkojmë. Apo jo? Jo si ata që bredhin me ato pasaportën europiane, mbas 12 vjetësh dështimesh. Ne këtu kemi dëshirën e madhe dhe vullnetin e palëkundur për të bërë punë të mira.